محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, dhe atë që Allahu e lën humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, Allahu i madhruar me udhëzimin që na e ka ofruar, mes tjerash ka kërkuar që ne të jetësojmë në jetën tonë një ekuilibër, një baraspesh në mes asaj që kërkojmë dhe në mes asaj që ofrojmë. Në të vërtet, Allahu kur e përmend krijimin e qiejve dhe tokës, e përmend mes tjerash edhe balansin e mrekullueshëm që e ka bë kur funksionojnë krijesat e tij. E pastaj respektimin e këtij balansi e ka kërkuar prej të gjithë njerëzve, prej të gjithë popujve dhe ummeteve. Në Kur'an na jep shumë shembuj. Një prej shembujve është edhe shembujt e popujve që Allahu i ka shkatërruar për shkak të çrregullimeve që kanë bë. Mes tjera që përmend Allahu popullin e Shuaibit alayhi salatu wassalam, për të cilët përveç tjera thot: "Wa ila Madyana akhahum Shuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa awfu al-mikyala wal-mizan." Dhe në Medjen e dërguam pejgamberin ton Shuaibin, i cili i tha popullit të vet: "O populli, mos adhuroni askënd përveç Allahut, nuk keni zot përveç tij." Kjo është ajo porosia e parë ku të gjithë pejgamberët pa përjashtim që to e kanë pikë takimin. Të gjithë thrasin në adhurimin e Allahut fuqiplot, të gjithë thrasin në braktisjen e adhurimit të dikujt tjetër përveç Allahut. Shuaibi më njëherë mas kësaj u mor me një gabim ose me një deformim të madh që e kishin ata si shoqëri, edhe u tha: "Wala tanqusul mikyala wal mizan." Ata përveç që i bënin shirk Allahut, e kishin një shprehi të keqe, edhe ajo e shprehi është e keqe dhe e dëmshme kudo që të paraqitet. Tha: "Plotësojeni masën, qoftë kur matni në gjatësi e në vëllim, qoftë kur matni në pesh, wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum." Dhe njerëzve mos u azhvlerësoni gjësendet e tyre. Për te i kësaj, Allahu i madhruar në Kur'an e ka shpall një sure e cila ka fillu me një mallkim. Rrallë ka sure që fillojnë me mallkim, dhe kur Allahu mallkon diçka, ne duhet ta kapim një mesazh aty. E mesazhi është se Allahu i madhruar është në mënyrën më serioze duke na e tërheq vërejtjen prej asaj që eventualisht mundet me ngacmu mallkimin e Allahut. Dhe thot Allahu në këtë kontekst: "Wailul lil mutaffifin." Mirë për ata të cilët janë mutaffifin. Kush janë ata dhe çush janë ata, e ka përshkruar Allahu në vijim: "Alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yastawfun." Mutaffifin janë ata të cilët kur shkojnë edhe kërkojnë prej dikujt mas ose pesh, çka do të qoftë ajo, diçka që mundet me u mat, kur kërkojnë prej dikujt yastawfun, e kërkojnë atë mja u plotësu deri në milimetrin e fundit, deri në miligramin e fundit. Lypin me plotësu, pse? Se unë kam me marë, e dohet sa ma shumë me ma plotësu, madje me bo edhe me shtu pak, nuk ma prish qefin. Deri shtu, nuk është se ka diçka shumë të keqe, por ajo që vjen të regon se qfar çrregullimi bojnë këta njerëz. "Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Mirë, po të njëjtit këta që lypin ti mja u plotësu deri në skajt, thot kur ata masin ose peshojnë, ata nuk e japin të plot atë që e ofrojnë. Do më thonë, kur lyp, thot plotësoje. Kur jep, nuk e plotëson, se thot hajtë se s'ka gajle. Bas edhe nuk e thot me fjalë, po e thot me vepra dhe me qëndrim.
Mbase e thot edhe me mashtrim, a nëse këte e ban me qëllim, njeriu padyshim se vetën e vete e ka ekspozu para një rreziku shumë të madh, para një rreziku shumë serioz. Pjesa e parë e atij rreziku është ai mallkim për cilin Allahu i madhruar thot uejl, mirë për ata që bojnë kështu. Po pjesa tjetër është paralajmërimi që Allahu i madhruar thot në ajetet vijuese të kësaj sureje. Ela yudhunnu ulaika annahum mab'uthun. A nuk mendojnë këta se do të ringjallen, do të dalin para Allahut fuqiplot, do të japin llogari në atë ditë kur të gjithë do të ngrithen kom para Allahut të madhruar. Edhe të nderuar vëllezër, ne e dim se Allahu e ka kriju të përkryme këtë ekzistencë edhe rendin qysh funksionon ajo e ka bot përkrym, veç ajo pjesa ku njeriu t'ja kalon hapësirën me vepru, veç ajo pjesa ku njeriu ka marrë përgjegjësi, aty ku njeriu e ka lirin e ndikimet, veç aty mundëm me hasën çrregullime, ndërsa Allahu i madhruar pikërisht këtë e ka nënvizuar në të gjitha kohët e shpalljes, në të gjitha mësimet e shpalljes, në të gjitha detajet e shpalljes, madje edhe kur e përmend Allahu dërgimin e pejgamberëve, shpalljen e librave, wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Allahu thot dhe pejgamberëve ju kemi dhënë libra, po ja u kemi dhënë edhe peshoren, el mizan, liyaquma an-nasu bil qist, në mënyrë që njerëzit ta jetësojnë korrektësinë. Që të me thonë ja u kemi dhonë kras librit peshoren, nuk është se Allah ju ka dhonë ndonjë peshore fizike pejgamberve, as nuk ka thonë që ne ka të ecim me e pas me vete një peshore fizike, po du të me e pas një peshore në shpirtin ton, një peshore të korrektësis, të atil që kurdo që kemi marrëdhënie me dikën, ofrojmë diçka edhe lypim diçka, aty me konë në kulminacionin e korrektësis, madje nëse dohet njëras anë me i dhonë për parësi, se cili prej neve do të me i dhonë për parësi palës që e ka përballë. E tash nëse unë veproj kështu, edhe ai që qëndron përballë me e vepron kështu, padyshim se të dy palët do të jemi të kënaqur. Ton e dim nderuar vllazën se sa e shëmtume, e sa e ligë, e sa e keqe, e sa e papranueshme është që mos me e plotësu masën, mos me e plotësu peshorën, mos me e dhonë ato që e ke qitë në shitje për balë çmimit që e ke kërku. Sa e ligë është me i mashtru njerëzit, me lyp diçka e mos me e dhonë atë që e ke premtu. Po deri që tu, krejt e kemi të qartë se qysh njeri mundet me gabu. Menoj që është sa që natyrshme, me e ditë këtë gjasa, s'kemi nevoj shumë me folë për këtë punë. Mirë po që kjo mësim, do të më na përcjell edhe në fusha tjera të jetës tonë. Aty ku nga njëherë na kaplon shkujdesja edhe gafleti. Aty ku nga njëherë ne jo me të keq, po për shkak të pakujdesisë e humbim korrektësinë, edhe e prishim këtë ekuilibër të mrekullueshëm. Mundu me marrë shembuj në të gjitha fushat e jetës tonë. Mundu me fillu prej asaj që s'ndodh njeri me bo hile në atë, për shembull, përgjegjësia e prindit, prindrime, me pas evlad, është në gjendje njeriu krejt çka ka me shkri për mirëqenien e evladëve të vet. Mos me ilon me hek për bukë edhe për ushqim, mos me ilon me hek për veshmbathje, për të mirat materiale, edhe kjo është e mrekullueshme, po është e natyrshme. S'kemi nevojë me shku në shkollë për këtë punë. Krejt prindrit e kanë natyrshëm të ngulitën në shpirtat e tyre. Po ku humbet ekuilibri këto? Këtu humbet ekuilibri kur e shpërfillim atë edukat që e kemi obligim mja u lënë në trashëgimi e vladëve tonë, fëmijëve tonë, brezave në ardhje. Atë edukat e cila ka vlerë shumë ma shumë se sa jo mbijetesa fizike dhe materiale për cilën kujdesime atë shumë. E nëse këtu bojmë çmos që fëmijët tonë të mos mbesin mangut për asgjë materiale, për asgjë të kësaj bote, ndërsa e shpërfillim edukimin e tyre, padyshim që këtu e kemi prish një ekuilibër, edhe mbase në mënyrë të drejtë për drejtë ose indirekte, jemi bo edhe na ata për cilët Allahu thot diçka lypin të plot e diçka
diçka ofrojnë me mangësi. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam skajshmërisht bukur e ka sqaruar këtë punë kur ka thonë kafa bil mar'i ithman an yuday'a man ya'ul. Nuk ka nevojë njeriu me pas asnjë gjunah më shumë se sa, pra kafa bil mar'i ithman, i mjafton njeriu të gjunah. Si s'ka nevojë me pas ndonjë tjetër se sa me e humb atë që e ka përgjegjësi me e mbajt. Mos me u kujdes për evlatët e vet, ose mos me u kujdes për përgjegjësinë që e ka marrë, ose mos me u kujdes për punën për cilët paguhet. Edhe këtu pastaj bojnë pjesë të gjithë, edhe punëtori kur e merr përsipër e në shkruan një kontratë, i merr përsipër disa detyrime, masandej bën hile. Por këtu hyn edhe punëdhënësi i cili me punëtorin e shkruan një kontratë edhe ja lyp krejt punën edhe shërbimin që ky e ka marrë përsipër me e bë, po pastaj në tjetër anë ky nuk i përmbush obligimet e veta. Edhe prindi në raport me fëmijën e vet, edhe fëmia në raport me prindin e vet, edhe mësuesi, pedagogu në raport me nxënësat edhe studentat, edhe ata në raport me mësuesit edhe mësimdhënësit edhe pedagogat, edhe hoxha në raport me xhamatin edhe xhamati në raport me hoxhan, edhe qytetarët në raport me shtetin edhe shteti në raport me qytetarët. Pra këtu kemi të bëjmë me një relacion në cilin ka reciprocitet. Edhe situata më e keqe është kur njeriu e lyp atë që i takon e nuk e jep atë që duhet me e dhon. Në të gjitha relacionet, fatkeqësisht sot ne jetojmë në rrumëllazën në një situatë ose në disa rrethana ku kryesisht që kjo dominon te na. Ankohet prindi o alla fëmijët s'po më dëgjojnë. Për shembull, duke qenë se pjesa dërmuese e jona, këto jemi prindër, të gjithë jemi fëmijë dikujna pavarësisht moshave që i kemi dhe pavarësisht a i kemi prindërit gjallë. Prindi ankohet fëmijët s'po më dëgjojnë. Pse s'po të dëgjojnë fëmijët? A e ke vetë vetën ndonjëherë? A ja ke bëu vetës pyetjen pse s'po më dëgjojnë? A s'po të dëgjojnë sot që i kanë bërë 20 vjet, 25, 30? Apo s'po të dëgjojnë prej atëherë kur ti o dasht me i drejtu, e realisht s'ke gjetë kohë për me i eduku, për shkak se o dasht me vrapu mas ushqimit, mas pijes, mas veshmbathjes tyne, mas librave, mas çantave shkollore, mas kështu me radhë, që të gjitha këto janë shumë në rregull. Mirë, po që atëherë o dasht vetëm në pak komeshti edhe këtë punën e edukimit. Po kemi edhe situatat kundërta sot. Vjen një fëmijë, një evlad, thot baba jam është ma shan fen, për shembull. Evladi është i udhëzuar, babas është i udhëzuar, edhe ai nuk është që e shan fen. Ai ja shan fen këtij djalit vet, i cili deri dia u kon djali ngushëm, ndërsa sot që ka filluar me shku në xhami u bë arrogant. Edhe baba e vren sjelljen e evladit vet. Gjatë cilën feja nuk e kërkon prej këtij evladi. Xhamia nuk prodhon fëmijë pa dëgjueshëm për prindrit e tyre. Përkundrazi, Allah i madhruar thotë wa bil walidaini ihsana, me prindrit do të më usill sa më mirë që është e mundur. Kurani thotë nëse prindrit edhe insistojnë që ti me bësh shirk, që nuk ka krim më të madh, nuk ka mëkat më të madh, thotë veç të shirku mos i dëgjo, fela tuti'huma, të shirku mos i dëgjo, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Ndërsa në atë pjesën tjetër të dunjas me ta sillu skajshmërisht mirë. E shohim se ankesat tona kryesisht janë të kësaj natyre. Lypim ma shumë se që ofrojmë. Kërkojmë ma shumë se që japim, e të njëjtat i kemi edhe ankesat e përditshmërisë tonë, qofshin ato ankesat në shërbimet që na i ofrojnë institucionet, ose në çmimet me të cilat i blejmë artikujt e domosdoshëm, ose në pagat të cilat i presim nga njëherë, na duket se po punojmë ma shumë se sa po paguhemi e kështu me radhë. Unë s'po du me thonë se s'ka pa rregullsi, as s'po du me thonë se s'ka që rregullim, as s'po du me thonë që s'ka mungesë të balansit edhe korrektësisë, mirë po gjithmonë fajtorin do të me u mundu me e eliminu pej vetës. Mas pari do të me e lyp të vetja fajtorin, edhe nëse nuk e gjejmë të vetja, atër këqyrim që ka mundëm me ba. Mirë po, në shumë situatat ndërun vllazën, po e them me përgjithësi, mund t'inglloj e pakëndshme, edhe sigurisht që është e pakëndshme, po në shumë situata vetë jemi fajtor. Pse? Për arsye se çdo fjalë të Allahut të madhruar nuk i kemi kuptu, apo edhe i kemi kuptu, mirë po andja jon, kajta jon, në shtin me anu, jo me e majta të vinë e mesme, ku në çdo relacion, sa të lypsh, çash dosh me dhonë mas pari. Allah i madhruar na përmirësoft e na drejtoft, e them këtë se dëgjua dhe kërkoj falje
prej Allahut për vetë dhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Në rrugëllazën, se cili prej neve e ka një përgjegjësi në jetën e tij, edhe atë përgjegjësi do të me e kuptu seriozisht. Allah thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, secili prej juve është përgjegjës edhe ai do të jap llogari për përgjegjësinë e vet. Dhe në një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai person të cilit Allahu i jep diçka në përgjegjësi, e ai nuk e përmbush përgjegjësinë e vet, e tradhton përgjegjësinë e vet, thot që ky njeri kur nuk ka me e ni aromën e xhenetit. Jo që s'ka me hynë xhenet, as erën xhenetit nuk ka me ani. Edhe këtu e kuptojmë ndërun vllazën se për me qenë musliman do të më nënshtru Allahut fuqiplot, do të më njoft Allahun, do të më adhuru atë, por të gjithë faktorë nuk mjaftojnë pa e apliku atë islam edhe në jetën e përditshme. Po edhe e kundërta, edhe ata njerëz që pretendojnë se janë korrekte, drejte, parimore, kështu me radhë, mirë po nuk janë të nënshtruar ndaj Allahut fuqiplot, edhe ata e kanë prish korrektësinë, e kanë prish baraspeshën edhe peshorën. Kështu që Allah i madhruar na udhëzoft të gjithëve me një udhëzim të plot, ai udhëzim i cili do të na drejtojë neve si në raportin ton me Allahun fuqiplot, ashtu edhe në relacionet tona me rrethin edhe me botën ku jetojmë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نخره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.